Faqja na ishte dikur uron nga zemra aktorin e mirënjohur Robert Ndrenika në 84 vjetorin e lindjes. U bëfsh 100 mjeshtër. Sot, faqja na ishte dikur përkulet me respekt për një nga emrat e tij më të mëdhenj. Artisti i popullit, mjeshtri i fjalës dhe i shpirtit skenik, Robert Ndrenika, feston 84 vjetorin e lindjes. Ka aktor që luajnë role, dhe ka aktor që bëhen vetë roli. Robert Ndrenika është nga ata të pakt që nuk interpreton thjesht personazhe, por u jep atyre frym, jetë dhe kujtesë. Ai ka një sens të spikatur realist, një mënyrë të veçantë për ta jetuar figurën artistike, duke kthyer çdo rol në një histori njerëzore të besueshme dhe prekse. Me një portret të dashur, një zë karakteristik dhe një ndjeshmëri të rrallë, Ndrenika di të futet në lëkurën e personazhit dhe të mbetet aty, gjatë në mendjen dhe zemrën e publikut. Emocioni që përcjell është i thellë, organik dhe i sinqert. Pikërisht për këtë, ai është i dashur për të gjitha brezat. Robert Ndrenika lindi në Tiranë në vitin 1942, që në fëmijëri, talenti i tij nisi të shfaqej natyrshëm. Në shtëpinë e pionierit, ai hodhi hapat e parë drejt teatrit, pa e ditur se një ditë do të bëhej një nga shtyllat e artit shqiptar. Pas përfundimit të gjimnazit Qemal Stafa, në vitet 1960-1964, ai ndoqi studimet për aktrim në Shkollën e Lartë Aleksandër Mojsiu, duke ndërtuar themelet e një rruge që do të ishte e gjatë dhe madhështore. Nga viti 1964 deri më 1970, Robert Ndrenika punoi si aktor në teatrin Skampa të Elbasanit, ku spikati menjëherë për seriozitetin dhe forcën interpretative. Më pas, ai u bë pjesë e teatrit të Institutit të Lartë të Arteve dhe për dekada të tëra e teatrit kombëtar, sken ku krijoi disa nga rolet më të paharruara të dramaturgjisë shqiptare dhe botërore. Në sken, ai mishëroi vepra të autorëve shqiptar si Sami Frashëri, Dritroa Golli, Ismail Kadare, Kol Jakova, Rushdi Pulaha, Minu Shiero e shumë të tjerë. Po aq mjeshtërisht, ai solli në shqip klasikët botëror, Shakespearein, Molierin, Brechtin, Çehovin, Millerin, Dyren Matin dhe Filipon, duke dëshmuar një diapazon artistik të rrallë dhe një disiplinë shembullore. Edhe kinematografia shqiptare mban fort vulën e tij. Nga filmat e viteve 60 e 70 te prodhimet e dekadave të fundit, Robert Ndrenika ka ndërtuar personazhe që janë bërë pjesë e kujtesës kolektive. Në vitin 2012, për kontributin e jashtëzakonshëm në art dhe kulturë, Presidenti i Republikës i akordoi titullin e lartë Nderi i Kombit, një titull që nuk ishte thjesht një dekorat, por një vlerësim i merituar për një jetë të tërë në shërbim të artit. Edhe pas daljes në pension, Robert Ndrenika nuk ju nda skenës. Si aktor i lirë, ai vazhdoi të dëshmojë se arti nuk njeh moshë, por vetëm pasion, përkushtim dhe dashuri për publikun. Sot, në këtë ditë të veçantë, ne nuk festojmë vetëm një ditëlindje, festojmë një epokë të artit shqiptar, një njeri që na mësoi të qeshim, të mendojmë, të prekemi dhe të reflektojmë. U bëfsh 100 mjeshtër, jetë të gjatë, shëndet dhe mirënjohje të përjetshme, sepse zëri yt, fjala jote dhe arti yt do të jetojnë gjithmonë me ne. Me respekt dhe nderim, nga faqja na ishte dikur.